Kerem, në gjykatore, zoti thotë që ka thonë nuk janë pjesë e garës politike. Edhe në këtë kodër, a mund të lidhen këto gjëra që këto pengesa kanë dalur, po insistoj në këtë aspektin politik për faktin që apo është kjo gjykatë që po ndjek edhe trendet politike si brenda dhe rreth Kosovës. Prapë po them, unë nuk mund them apo nuk kam ndonjë argument të sakt në këtë drejtim se ka qenë çështje politike apo joja. Në fakt, zoti Thaçi është e vërtetë që e ka thonë gjatë seancës gjyqësore se nuk kem garë politike dhe ishte problemi me sa di në atë moment çështja e disa akuzave të reja që u ngritën ndaj zotit Thaçi. Por në rrethonat kur je pjesë e një procesi gjyqësor, aq më tepër kur je në mosën e paraburgimit, aspekti i garës politike mund ta ketë efektin e vet deri dikon, por jo dhe real, sepse pavarësisht për rezultatit të garës, ti nuk mundesh të jesh nesër si person i lirë derisa nuk përfundon procesi gjyqësor për t'ju finalizuar tani procesin e garës. Nëse nuk gabuam, ndikun të njëjtën është liruar presidenti Thaçi më pas për të vizituar apo është sjellur, ta themi më mirë, për të vizituar prindin e shtrirë në spital që ishte para vdekjes, që rezultati me vdekje. Si e keni po vizitën ku i përcjellur me dhjetra trupa përcjellse, policë të maskuar, edhe në çdo hap, në përcjellet deri në momentet e fundit ku ka arrit në QKUK. Kjo është pak për opinionin publik, për mendimin tim ndjeshme, sepse nuk ka pas nevojë që të organizohen përkatësisht të mobilizohen aq forca të shumta të policisë për të ruajtur rendin juridik apo qetësinë publike, nga se zoti Thaçi nuk ka qenë një personalitet i cili është pjesë në një krimi thojza të mundshëm që do të shkaktonte probleme në opinion publik apo diçka tjetër, çdo formë tjetër të shmangës paraqitet në gjykatë. Kitë bëj me një njeri i cili ka qenë ditë e para në luftën në QK, ka udhëheq me luftën, ka luftu para sa ka mujt për udhëheqësar tjetër të QK-s, dhe ajo çka është më kryesore, zoti Thaçi i ka pas gjitha funksionet publike në vendin shtetin e Kosovës, për të pas pozitën e fundit si president i vendit, ku edhe drejt për drejt ju ka përgjigj gjykatës Hagut momentin që është publikuar këtë akuza. Ka ndërprer çdo aktivitet, edhe është paraqit më një herë dhe ka zbatuar gjithçka në procedurën pranë gjykatës Hagut. Prandaj organizimi i tillë dhe mobilizimi i tillë i forcat policisë është pak një demonstrim jo praktik dhe jo i sinqert në raport me publikun.